Seanca e sotme e kuvendit në Prizren prirë nga kryesuesi Kujtim Gashi mund të thuhet se ishte një seancë e frytshme dhe që miratoi pika shumë të rëndësishme që janë shërbim të banorëve të këtij qyteti, siç ishte pika që lidhet me planin e punës së kuvendit për vitin 2015. Fillimisht seanca e sotme në bazë të autorizimeve për zgjedhjet lokale nga Komisioni Qendror ka sjellur vendim që Naser Berisha të emërohet antar i Kuvendit Komunës Prizrenit, duke zëvendësuar ish kuvendarin tani të ndjer Masar Shala. Njëherë të betimin e ka dhënë edhe Skender Sosuri nga Bashkimi Demokratik. Lidhur me pikën e rendit të ditës për planin e punës së kuvendit për vitin 2015, diskutimet ishin të nduar durta dhe që u bën nga Arbër Exha, nga Lëvizja Vendosje, Parie Betyçi, Alu Shala, Tasim Bajrami nga PDK, Aziz Hodaj LDK, Skender Sosuri Bashkimi Demokratik, Bujan Nerjovaj, AK, Xhemil Luma dhe të tjerë që kishin si parem dhe paralajmëronin se do të votojnë këtë pikë, sepse kjo po ndihmon punën e kuvendit duke lavdruar dhe KDI-n për kontributin e dhënë. Gjithsejt, pra thash akte dhe propozime janë 44, disa të cilat janë dashur të bën pra si punë në vitin e parë të asamblesë, gjë që edhe aty i keni shtuar. Sidoqoftë, duhet pra të lihen hapësira të mëtutjeshme. Besoj që ky plan me të gjitha ato propozim rregullore është i mirë sepse ju e dini edhe vetë kuvendi, ky kuvend duhet të marrë vendim që të shtoj shumë rregullore të tjera të cilat e rregullojnë jetën shoqërore në Prizren. Është fatlum për neve që kemi një plan të punës për vitin 2015, kjo është për të përshëndetur. I kam lexuar gjitha pikat prej nishit deri në të fundit. Do të thotë ka edhe për shkak të votohet ky plan i punës, është mirë që të votohet, mirë po kur e shoh te pika 13, te pika 14, shqyrtimi i raportit të komiteteve. Ne këtu komitete këtu vetë kemi themelu, mirë po në vitin 2014 unë nuk e kam pa asnjë kryetar të komisionit të komiteteve që ka raportu për punën që është bë gjatë vitit 2014. Spako inshallah në vitin 2015 secili kryetar i komitetit të raportoj për themelimin e komiteteve dhe për punën e tyre se çka kanë bën në ato komitete. Ju kisha lutur kuvendi që më tepër mu marr me realizimin e projekteve që po i aprovojmë edhe po i votojmë në kuvend. Kjo sigurisht që lidhet me punën e raporteve të kryetarit, raporteve 3 mujore, që të fatkeqësisht ato nuk janë të rregullta dhe pikërisht në këtë raport të debatohet për realizimin e projekteve në çdo 3 muaj, sepse po që se i lihet stihisë dhe i lihet raportit formal çfarë janë bën deri më tani, sigurisht që kemi me pas një vit prapë edhe më të dobët në realizimin e projekteve. Po ju them edhe një herë, është shumë shqetësuese që realizimi i projekteve për vitin 2014 për Prizren është 8%. Ky plan do të ndihmojë dhe lehtësoj punimet e mbledhjeve të kuvendit. Delegatët e kuvendit do të kenë një pasqyrë para vetes për punën dhe aktivitetet për gjithë vitin vijus. Për mbarvajtjen e zbatimit të aktiviteteve sipas dinamikës së përcaktuar me këtë plan, do të përkujdesen kryetari i komunës, kryesuesi dhe sekretari, ndërsa realizimi i planit punës kërkon bashkëveprim me ekzekutivin e komunës si hartues të akteve komunale, e shqyrton Komiteti për Politikë dhe Financa dhe miraton në fund Kuvendi i Komunës. Sipas mendimit ton ka, mos harmoni me ligjet pozitive të vendit, në veçanti rregullore mbi subvencionet, nga që nuk e parasheh se një drejtori sa subvencione mund t'ja jep një person juridik apo fizik. Ka raste kur drejtoritë e caktuara komunale kanë kërku nga kryetari i komunës që të nxjerrë konkluzione, subvencionohet një subjekt apo një OJC apo një klub i sportit 4 herë. Mendojmë se kjo nuk ka mbështetje ligjore. Pas kësaj, kjo pikë nga 36 kuvendarët prezent u votua me 34 vota për. Lidhur me shqyrtimin e propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e planit rregullues urban për industritë e lehtë, pikë që zgjoi interesimin e diskutimit të shumë kuvendarëve në këtë pikë pati diskutime nga Mibra Mustafa, LDK, pastaj Artan Abrashi ka paraqitur në qëndrimin e lëvizjes vendosje dhe tha se do të votojnë këtë pikë por paraqiti disa nga kundërshtimet e këtij subjekti politik sa i përket pikës përmendur. Plan rregullues urban të industrisë së lehtë
Mirë po, obligimet e komunës na e dim çka kanë qenë, që të siguroj infrastrukturën dhe krejt çka duhet në rreth këtij plani. Tash para neve, në vend që mi kry obligimet komuna që ish dasht mi kry, ka dal ndryshimi i këtij planit. Unë veç kisha dasht me këtë rast propozuesin të planit, ndryshimit planit me na tregu pse tash po ndryshohet plani, çka ka shtim me ndryshu, çka tash po bëj ka ma mirë, edhe a do të përshpejtohet a do të përshpejtohen përmbushja e obligimit të komunës që ky plan të realizohet. Gjendjen faktike të ekzistimit të një ligji të ri që është në fuqi që nga viti 2013 dhe mungesën e akteve nënligjore, në mënyrë që të evitohen planifikimet e gabuara dhe të përmbushen obligime ligjore që dalin nga ligji i ri për planifikim hapësinor, Komuna e Prizrenit duhet të ndaloj përkohësisht hartimin e planeve rregulluese të hollësishme. Në 2, të vlerësoj zbatueshmërinë e planit zhvillimor komunal 2013-2025. Në 3, të revidoj planin zhvillimor urban 2003-2013. Procesi i revidimit duhet të bëhet në përputhje me ligjin për planifikim hapësinor, i cili në vend të planeve zhvillimore urbane kërkon hartimin e hartës zonale të komunës me një vlefshmëri deri në 8 vjet. Mirëpo sqarime shtesë në këtë pikë, sipas ligjeve dhe angazhimit të këtij dikasteri, sqaroi drejtori i kësaj drejtorie Niazi Kryeziu. E para është një plotësim ndryshim i një planit, i cili është votu vite më parë në këtë kuvend. Edhe ju kisha lutë mitësisht gjithë kuvendarët mos i thuni asambleja dhe asambleistë as jeni në kundërshtim me ligjin. Është kuvend dhe kuvendar. Nëse dojmë për ligj, me fillu. E dyta, nuk kemi pas mundësi me bë parcializimin. Ne duhet me qenë shumë të lumtur ju për këtë punë që kemi marrë vendimin për me shku në plotësim ndryshim, për shkak se një ngastër ka ekzistuar për shembull në zonën katastrale të Lubizës dhe të Petrovës dhe ka rënë ndesh me ligjin katastral të Republikës Kosovës. E dyta, shfrytëzueshmëria e këtij plani ose perimetri gjeografik ka qenë shumë e kontestueshme, e tha dhe ish drejtori nuk kam çka shtoj për asoj pjesë, unë vetë jap një histori të shkurt çka ka në këtë plan regulativ, ndërsa mandej do t'i përgjigjem Martonit, ne kemi si komunë e Prizrenit konkluzionin për hartimin e hartave zonale dhe kemi letrën nga ministria që nuk guxojmë të fillojmë me hartimin e hartave zonale pa në aktin juridik që ti e cekët disa herë, sidomos në paragrafat e fundit. Në aspektin profesional lidhur me këtë pikë ka folur Shani Berisha, ish drejtori i kësaj drejtorie, i cili tha se padyshim se kjo është konform kërkesave ligjore, por ai kërkoi që së pari të jepën sqarime e pastaj të diskutohet. Unë duke pas, domethënë, këto një uri për mua është e qartë se çka pretendon drejtoria e urbanizmit me këtë projekt vendim, por është i minusht si e metë që ju neve si kuvendar në start ose në fillim s'ta ke dhënë arsyeshmërinë se pse po doni me bë këtë ndryshim. Tjetra, këtu bëhen fjalë për mua është e qartë dhe neve përsëris ndryshimi i formës së ngastrave, krijimi i numrave të reja të ngastrave që është interes për qytetarët. Ta ndikush kush më dëgjon këtu thotë çysh ky i partisë opozitare e pep këtë arsyeshmëri, unë mendoj se kur kuvendi komunal gjithsesi ekzekutivi nxjerr kësi vendime të arsyeshme për të mirën e njerëzve, për të mirën e të gjithëve, unë mendoj që nuk kemi arsye me i kundërshtue. Kjo në foltore solli arkitektin Iftiman Lutfio, kompania e cilit ka punuar në këtë projekt dhe tha se janë 95 deri në 97% nga pikët që në fakt tani më është gjetur mirë kuptim me pronarët dhe nga këtë tokë bujqësore tani do të kaloj në tokë industriale dhe me këtë përfitojnë vetë pronarët, ka theksuar Lutfio. Ja kufini ku ka qenë dhe ku e kemi bajt kufinin e kësaj zone. Ja ku është kriju rruga tranziti i ri që është ndërtu. Tash, në është paraqit një problem, vazhdojmë në slajdin tjetër. E tash, problemi kryesor. Problemi kryesor kjo me Gjelbërt është zona katastrale Lubisht, kurse kjo është zona katastrale Petrov. Tash, për më mujtë mu implementu, mu regullu si duhet, na kemi kriju edhe një rrugë të re, për më mujtë me nda që mos mu përzi parcelat në 2 zona katastrale. Për pikën e fjalë kanë folur edhe Alur Shala, Bjuar Nerjovaj, Getuar Besimi dhe pastaj ka dhënë një sqarim shtesë para kuvendarëve përsëri drejtori Niazi Kryeziu. Të kënaqur që më në fund po vjen një vendim për
për një implementim të mundshëm. Andaj, edhe duhet të besojmë inxhinierin, duhet të besojmë se edhe për nëj problem të vogël që e parafrojnë 3% të mundshmes nga 117.5 hektar, sa thot, edhe 3% i kretë kësaj kuptohet që nuk do të është as peshe rënd as për drejtorinë e urbanizmit pas për komunën. Trohet para grupit këshilltarëve të AK-s, a kemi nevojë që çdo plan ta ndryshojmë mrena 5 vjeçarit parë. Edhe nëse këto plane nuk i rezistojnë më shumë se sa 5 vjet, atëherë kanjëherë ndoshta nuk kemi të planifiku mirë. Dhe planifikimi jo i mirë nënkupton një dështim të qeverisjes. Prandaj rekomandim që çdo organizatë që do të merret ose çdo thjesht kompani që merret me hartimin e këtyre planeve të ketë kritere. Mendoj që një mundësi zgjidhje është që kompania projektuese të dalë me 2 varianta. Varianti i parë të jetë me ndryshimin e parceles ku përfitojnë qytetarët dhe varianti i dytë të jetë i mundshëm duke mos ia ndryshuar askujt parcelen, pasi që në qoftë se nuk bin dakord të gjithë, atëherë ky plan do të jetë vështirë i implementueshëm, sepse në qoftë se njërit i ndryshohet parcela në mënyrë automatike i ndryshohen të gjithëve. Plan sot që është edhe për dy planet që ju vinë javën e ardhshme, po ju garantoj që s'po du me plotësu, as me përmirësu i ftimonin, po 120% qytetarëve që kanë parcela kanë kontaktu për këtë punë. Se kanë kontaktu dikush edhe që donë me ble dhe që donë me pa, që donë me pas interesim për investim, kështu që nuk bëhen planet për shkele shko. Unë nuk e lejoj me për shkele shko. Edhe një propozim e kam kryesues për fund, e keni të projekt vendimi, le të jetë për gjitha planet, jo vetëm për këtë plan, 115. Për zbatimin e këtij vendimit, kujdeset Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit hapësinor. Unë e kam një plotësim, është konform edhe ligjit për planifikim, tjetë për zbatim dhe implementim të këtij vendimit, kujdeset Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim hapësinor dhe Drejtoria për Gjeodezi dhe Katastër dhe të raportohet brenda 3 muajve, 6 muajve në Kuvendin e Komunës Prizrenit për implementimin e planit. Kurse kjo pik nga 36 kuvendarët sa prezantuan, mori miratimin e 34 prej tyre. Edhe pikat e rendit të ditës, ajo që lidhej me qenë e maca, u miratua unanimisht, sikurse që u miratuan edhe 2 pika tjera të kësaj seance. Së fundi, kuvendari Deremetani nismës qytetare për Prizrenin, getoar besimi, dhe sharime shtese tani do të jetë kuvendari i pavarur nga se ky subjekt politik ka pushuar aktivitetin.